Kjo është ala më prekse. E cila unë e kam dëgju këta, edhe e lexoj, edhe çdo që lexoj me të vërtetë është prekse. Sikur se me qenë era e parë për mua. Ama është prekse, titullohet një sejdë në thellësinë e detit. Njëri kur nxor, që atëre kërkon Allahun xhaleshanu xhalla xhalalu. Ka thonë ki rivi që ka ndodhur jetën e vet. Njëri thot, gjithmonë ka mendu, thot se jetë, do me thonë, me posedu pasuri, me pas vetur të mirë, me pas shtëpinë komode, me pas dhomat mrena, me këtë ato elemente çka janë saltanate. Kështu menojsha unë, thot, një ditë prej ditës javës që është ditë e xhumë, që sot jemi ditë e xhumë e premte, ullëm bashkë me shokët e tonë, thot, edhe duke u nis për plazh. Edhe si zakonisht shoqëria ime ishte shoqëri me zemra të sëmurë, që të thonë 800, nuk ishte shoqëria e mirë, thot. Pa kujdesshëm, indiferent, nuk e përmend që në Allahun xhaleshanu. Edhe duke ecë thot në plazh, duke ndejt apo duke ecë plazhës, e dëgjuam një thirrje duke thënë hayya ala salah, hayya ala falah. Eja në namaz, eja në shpëtim. Thot ki rivi betohem në emër të Allahut, se nuk e kanë dëgjuar ezanin gjatë tërë jetës time, thot. Do që kanë dëgjuar ama, kur me vëmendje se kanë kuptuar fjalën hayya ala salah, çka do të thonë, edhe hayya ala falah. Po kështu formalisht. Shejtani thot ma pat blloku zemrën deri në atë drejt nivel saqë edhe fjalët e ezanit çka nuk mujsha mi kuptua, apo më dokshin se fjalët e uja që s'pi marr vesh. Kisha të thonë në gjuhë tjetër, gjuhë angleze që si marr vesh. Audhu billah, shejtani tenton njeriu na sheh, derisa ta fundose dhe më. Pastaj thot njerëzit që ishin afër neve, pasi që dëgjuan ezanin, ato i morën sejadët, i shtruan për para vetës, u tubuan për me fal namazin. Ndërsa ne ishmi përgatitur, thot, mjetët e se si mu gjit ma ato veshët dhe pompat me inë ku në det, edhe targetojmë dhe të lahemi në det, thot. I veshëm ato robat edhe u gjitëm në ujë, thot. Duke o larguar shumë larg njëni prej tjetëri, derisa arrite me një farë thellësi të madhe detit. Çdo gjashka ishte në rregull, sikur që kishme para pa. Kua mirë, veshje, shoqni, knatësi, saltanat. U themi miri, bukur, thot, befasisht në ato mashtrimet e defrimeve, çka thot, në ato momente, hynë, thot, në gojë dhe për tonë, thot, uji detit, edhe e mura vese ishte shky aja goma që kisha vendos në ftyrë, ku me të frimja nga pompa, thot. Ishte shky, thot, edhe filluan, thot, me depërtu uji, edhe njësha se ishin uji njënt i detit. Edhe qka? Filluan nga dal teresa, munal frimarja, edhe përjetoj vdekjen. Mëshkrit e mia filluan shka? Me kërku ndihmën. Dojnë ajrë, por çfarë ajri ore, që ato momente, s'kish mo. Beta i utum, thot, deti erët, shok të mishin larg meje. Fillova të kuptoj rrezikun e rastit se është duke ardhur më vdekja. Fillova me bërtit, edhe me ato durt, valavisi, thot, mirë po asgjë. Filloj më shirit i jetës time të mdel për parasyve. Edhe kjo ndodh, kam lexuar për libra, subhanallah, kam lexuar për libra disa nga mujahidat, që janë njerëzit më të mirë në fytyrë të tokës, të cilët kanë pru gjendje shpirtin me dhanë, gjanat më shtrenjtë me sakrifiku dhe me fliu në emër të Allahut, ata tregojnë, thonë, kam lexuar për disa libra, gjanat, momentet më të vështira janë, thotë, kur jemi në front, jo nga friga armikut, asesi, thotë. Ajo që është më e frigueshme, kur në ato momente jemi në safin me armikun. Edhe vetëm sa çasti i vdekjes, jo frika nga të vdekja, as në armikut, po kur më kujton, thot, gjunat që kanë bën të kaluar, vjen ai blica i filmi. Sikur se duhet ta largoj për vetes time, tham, mos të më kujtohet. Kjo është më e keq, edhe ky djali e tregon, thot, tash filloj më rikthi, thot, shiriti i jetës time, çka? Gjuna, subhanallah.
Qysh me bërtimet e para, duke bërtit, fillova me marrë vesh asaj doptja. Po bërtas, pa ma, kërkush, që njeri është i dopt. Disa pikat njën të thot, detit filluan, disa pika, detit filluan qka, unë e mjë nënështru, s'pa mujë më përbalu, a marët, a zganë të rinë. Sot 2 pika që nga një ngoj, nuk po mujë qka me sfidu. E mura vese, sa është i fuqishëm Allahu Gjeleshanu. U binda se nuk ka këthin tjetër përveç se të Allahu Gjeleshanu Gjelle Gjelalu, i cili është një nuk ka shak dhe rival. Edhe u mundoha të lëviz për me dal jashtë ujit për vështirë, sepse isha thellësirën më të madhe të detit. Nuk është problemi se po vdes. Këshire sa interesant. Sigur që e që të regova. Po ejda nuk është se po vdes. Këtë këna me vdek. Nuk me kullo mena alej fen. Nuk ka njeri cili nuk zhduk, nuk i s'ka na fati. Njerë, kafsh, gjdo ko që ka frimarje. Po të të ko po ejda, problemi që donë se si ka me taku Allahun Gjeleshanu. A? Kur ka më pyta Allah po vejpat e mija? Që ka mi thënë atina? Si do të llogarisë namazin, kur s'kan fal asnjë në jetën time namaz. Kjo është më e trishtueshme vllazni. Kur të vetë Allah, more filan, deke po namazin. Si kishe raport me namazin, me agjerimin, me Kur'anin, me familjen, takimi me muti, a e ki parafituru në jarë, a ke mendu se ki më taku me mua. Këto janë më të vështira, për ata du të më përgatit, mi dhonë përgjigje sot, para se me taku me Allahun Gjeleshanu. Këto thot qka ishin më të vështira. I përkujtova 2 shahadetet, më kujtuan të thamë dash, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammedun Rasulullah. Ti thëmë këto fjallë, edhe po përgatitëm, mirë po, vështirisht, fillo thëmë, ashhad, të dëshmoj, mirë po ja sikur se dikush më vjen nga brapa edhe qka ma mbyll gojën time, nuk ja mbyll, po vështira i cili nuk jeton, edhe nuk e shijon këtë fjallën, edhe nuk punon, nuk ja ban nismetin kësaj fjallës, vallahi bilaj vështirë është me thonë, le thot është me thonë, mirë po në test, momentet në natën e vorit, ose para se me thonë shpirtin, vallahi nuk është letë. Andaj thot, u mënova, sikur se dikush më pengonte, ma fute dorë në gojë, edhe nuk mujsha shka me thonë. Zemra ime filloj shka të flasë, o Zot, më rëkthe, tash nuk po fol goja, zemra dhe shpirti, lalli, kale rab birgjun, o Zot më jep një shans, një mundësi të artë, këthe në dunja, lalli amelu salihan fi ma të rekt, të bajt pun të mira të cetë, me arat i praktisa, nuk më vike, nuk më interesoj ke, thërshë njëtë hajde në përmezlise, zdo shameni, hajde për në pun të hajrit, nuk do më ni, hajde se në projekte humanizit, hajde për në skatë e dorën, jo bes ka pos vaktaj, mirë po tasht, zemra ati shka thot, më kthe, o Zot më kthe të paktën një orë, o Zot të paktën një moment, një qast, subhanallah, qatë qast i duket ma i artë, ma i shtrejnë, por lartë dhe shumë lartë është këthimi. Fillumba ta humbi shpresën për çdo gjë, ndërsa njerësire madhe dhe frikshme më rrethon të mua. Kjo është gjëja e fundit me të cilën e mbaj mend, thot. Tjetër nuk më mend. Por rahmeti dhe mëshira e Allahut është më e madhe se çdo sen. Ajri filloi prap të hyjë nga pak tek gjoksi im. U largua errësira. Hapa syt kur janë njëri prej shokëve të mi, thot, i cili vendoste gypen e gomës të arit në gojën time dhe mundon të shka të më qlofte edhe pse isha në thellësirën e detit. E pa shkjetën time se po mbësqesh për zdyti. Sigur se ka linë për zdyti i pidogët tina, subhanallah, kjo ndodhe me disa njerë që më kanë tregu Allahi, që sot e kësa ditë janë gjemat vllaznive të cep, a i tregon njani për vetën e vetë, subhanallah, ka qenë a i gjahil, ignorant i madh, thot në qesh kanë punu. Ka ndodhë një interesant, gotës e në gjajshëm, me vetur duke e shpecit madhe, thot, jam praptuar, muj me thonë, thot, 20 erë, pak me thonë, 30 erë, ashe pak, thot, ma shumë se 30 erë, thot, është rëtullu, thot, vetura, si kam shpëtu, si kam me gjallë, nuk di mu ja përshkujt, as nuk di mu ja të regu juve, vetëm se tham, Allahu dhe rahmeti Allahu. Edhe ai sot e kësa ditë, thot, se që shpesh e kujtoj këtë ngjarjen, atër thot, më linë dëshira me bëvë vepat mira. Kur të haroj, thot, e dhe bëna dembel edhe, ka plëgështia pasiviteti. Edhe kjo thot, e pa shetën time se po mbësqesh prap dhe kuptova se tash unë jam mirë. Në ato momente zemrë dhe gjua dhe gjdo qëriz e trupit, sikur se po thirë me një za
ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Edhe thash alhamdulillah, falendrimi të kanë Allahu Gjereshanu, dola nga deti duke qenë njeri kretësisht tjetër. Dreshova ma 360 shkallë. Teoria ime për jetën ndryshoj tërsisht. Tash ma nuk e një jetën dhe dynjan së kur që e njefësha më herët. Ditët vetëm se mashtonin afrimin tek Allahu Gjeleshanu Gjelle Gjelalu. E kuptova sekretin e egzistimit tim në këtë jetë. Përkutova fjalët Allah që ka thënë Kur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Më kujtuan fjalët Allahut që ka thënë, nuk e krijova gjinët dhe njerëzit për asgjë tjetër, as për ajgare, as për martesë, as për hajë dhe pije. Nuk ka krijuar Allah një për argëtim dhe tallje, po vetëm se për me adhuru Allahun. Me njoftë Allah mi bosegje, që është kënaqësia më e madhe kulmi i lumturisë. Më kujtu thot kjo fjala e Allahut Gjeleshanu Gjelle Gjelalu. Vërtet, ne nuk jemi krijuar thot kot. Kaluan ditët e mu përkujtua e ngjarë, kështu që unë nxita dhe shkova vet tek deti. I vesha robët e zhytjes janë për det, dhe u zhyta derisa rita tek ai vendi ku pata mbetër pa frym. Dhe rash sejdë për Allahun Gjeleshanu Gjelle Gjelalu. Saqë nuk besoj se në jetën time ndonjëherë kam bërë një sejdë të tillë. Subhanallah. Kam bërë sejdë në vendin që nuk besoj se nuk është përpara meje, ka bërë sejdë të këtij. Ka shpresa se që ky vend ka me dëshmu për mua ditën e Kiametit, që Allah më mëshiroj me mëshirën e tij për hatër dhe për hir të kësaj sejdë në errësirën e detit dhe të më fus në xhenetin. Amin. O Allah ynë, të lut për faljen tënde, o Zoti im, përfshije me rahmetin dhe me mëshirën tënde të pakufishëm. Kjo me të vërtetë është ngjarje prekse që na bën me dije. Këshire, këto që në ndodhin dhe njerë, këti që ka ndodhin, edhe disa prej njerë që në ndodhin, shkin parë është e trishtushëm, është prekse, mirë po, fundi është i ambër, se ka qenë kjo shkak që kjo është rikëthy fejës Allahut dhe Allahu Gjeleshanu Gjelle Gjelalu.